Mirëmbrëma, mirë se vinin kallëzo për një me. Kosova është momentalisht me qeveri në detyrë, kemi mbajt zgjedhje shkurt edhe që nga ajo kohë nuk kemi mri me zgjedhje institucione përfshirë qeverinë e vendit. Glauko Njufca nuk u zgjodh kryeministër, ndërsa zgjedhjet e jashtëzakonshme tashmë janë të pashmangshme. Zgjedhjet lokale përfunduan edhe me të kanë përfunduar edhe zgjedhjet për kryetarët e komunave në veriun e Kosovës. Kryetarët e ri pritet me u vendos shpejt në komunat në verit vendit. Gjatë kësaj jave kemi pa disa lajme për gjyqtar që kanë hyrë në Kosovë e janë arrestu në afërsi të Kamenicës, ndërsa në mediat në Serbi u raportu se pati në sulm të pakonfirmuar në bazën Debela Glava që është bazë afër Bujanovcit, në verit e Bujanovcit, bazë ushtarake e Serbisë. Për të diskutuar për situatën e sigurisë dhe zhvillimet në sektorin e sigurisë, ne kemi ftu ministrin në detyrë të FSK-s Ejup Maqedoncin. Zoti Maqedonci, mirë se ke ardhur. Mirë se gjithë. Çështja e parë që kisha dashur me diskutu me ju është ka të bëjë me aktualitetin politik, sepse je propozuar edhe ti për ministër të mbrojtjes. Mirë po, janë disa emra që nuk janë propozuar të jenë pjesë e kabinetit të qeverisë Glauko Njufca. Pse ka ndodhur kjo, që disa prej ministrave tanishëm nuk janë propozuar me qenë pjesë e qeverisë Glauko Njufca? Normalisht që përcaktimi për qeverinë, përcaktimi për ministrat bëhet në forumet të veçanta brenda lëvizjes vetëvendosje, më saktësisht Këshilli i Përgjithshëm i lëvizjes bashkë me kryetarin e lëvizjes përcaktohen për ministrat e ardhshëm dhe nuk është e domosdoshme që një qeveri të vazhdoj me ministrat e njëjtë. Shpesh edhe gjithkohë realisht në çdo vend kemi këtë praktikë, pra që kur bëhet një qeveri e re, kemi edhe ministra të rinj që rifreskojnë në kuptimin e përgjithshëm punën e qeverisë, mirë po edhe kemi edhe ndryshim në aspektin e dikasterëve qeveritare. Kjo ka bërë që normalisht që të përcaktohet edhe kryeministri Kurti. A keni informata pse Arbrien Agasi dhe Hysén Dyrmishi nuk janë pjesë e qeverisë ardhshme për këtyre bisedimeve? A mundi me ndarë ai me ne ajo? Unë nuk kam të një informat të sakt për pse nuk janë. Unë kam informat që kjo kabinet domthonë është votuar, është mbështetur nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje dhe gjithë ata që janë propozuar apo ata që nuk janë propozuar dhe që kanë qenë në të kaluarën janë të njoftuar dhe janë të pajtuar me këtë përbërje të qeverisë. Qysh e ke pa ti Besnik Bislimin si propozim që prej zëvendës kryeministri mund dërguar në Ministrinë e Infrastrukturës? Unë besoj që kjo është një vlerësim dhe një analizë që është bërë në strukturat udhëheqëse të lëvizjes, në kryesinë e lëvizjes dhe mendoj që është përcaktuar njeriu që kam vlerësuar që duhet të jetë në atë dikaster. E di që kjo arë me folë për siguri, po ka aspekti je minister, për që ato në kemi rastin për herë të parë me pas një minister që po vjen në kohën, zoti Maqedonci, në kohën që o propozu qeveria. E për çka jeni të njoftun vetëvendosja, kur e keni marrë pushtetin, është që keni thonë kena me zvoglu administratën, për para i kanë fry, tash kena me zvoglu. Po çka ka ndodhur me propozimin për ministra të ri, është prej 12 ministrave i keni bën 19. Apo më kallëzon logjikën edhe debatin që ka sjell deri te vendimi me u bën 19 ministri. Unë po besoj që ky premtimi për zvoglim ka qenë gjatë mandatit të kaluar, pra për qeverinë e kaluar, dhe vlerësoj që gjatë këtij 4 vjeçari është bërë një analizë e hollësishme edhe nga kryeministri, edhe nga strukturat e lëvizjes vetëvendosje për nevojat që ka vendi ynë për dikasteret të ndryshme dhe mendoj që një analizë e tillë ka nxjerrë edhe përfundimin për rritjen, mund të themi, të numrit të dikasterëve qeveritare për të adresuar fushat të veçanta. Po, veç, zoti Maqedonci, që a i thuni njerëzve që thojnë, po në fillim me pas këtë premtu, tash ju po boni si krejt tjertë, ju se pas këtë pas për një me. Ju u kthyt në administratë gjanë. Kjo nuk nënkupton që jemi bërë si të tjertë, kjo nënkupton që pas një analize është orë në përfundim. Ani, nënkupton që ata tjertë e kanë pas mirë, veç jo se keni ditë që ata e pas kanë pas mirë. Nuk besoj që janë të njëjtat dikastere që kanë qenë në atë kohë. Gati të njëjta. Gati të njëjta. Po i mbulon gjithë ato nevojat dhe fushat me cilat do të merret qeveria e Republikës së Kosovës. Dhe për 5 vite i kemi pasur një qeveri me këtë numër të ministrive,
Në shumë raste, ministrat janë ballafaqoar edhe me punë dhe angazhim të jashtëzakonshëm. Për shembull, është Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike që përveç aspektit të sigurisë publike, edhe aspektet të tjera që ndërlidhen me sigurinë, është dashur që të menaxhojë edhe me aspektin e administratës publike, edhe sektor e agjencitë të ndryshme, gjë që me vërtet krijon vështirësi. O ditë kjo, i keni hub 4-5 vjet tu i bashku, edhe është kohë e humbur. O ditë që ato dyjat kanë dikastere kohë gjatë të ndryshme me njëra tjetrën. Po, tash ideja është që të lehtësojmë punën në të ardhmen. Mirë, veç ta din publiku që nëse shkojmë në zgjedhje të ardhshme, kemi me shku, publiku ka me pas, votusi ka me pas ofertën e vetëvendosis me 19 ministri, që kjo është oferta edhe për zgjedhje. Kjo tash është çështje që do të diskutohet kur dalim me programin e ri qeverisës. Prandaj nuk mund ta kem këtë informacion. Sa i përket sigurisë, e di që ju përgatitjet për siguri i keni krejt të bojnë me rrezikun nga Serbia. Po, para se me shku me fol për përgatitjet që po i bëni për ushtri, njëna prej gjanave kryesore këtë javë ka qenë aktualiteti i edhe një akuze që është bo për bashkëpunim me Serbinë. E tash, po du unë me juftu me sjelljen në kuvendin e Kosovës të Agim Bahtirit ndaj deputetit për parim Gruda, ku i thot që jetu bashkëpunu me Serbi, paka shumë që kjo është konteksti, veç po du gjithashtu me deklaru, që prej që jam unë e gazetare, prej 98-ës, dikush dikujt një forcë politike, i thot tjetrës që je me Serbi. 98-ën, LDK-ja, thëjke, këta që po luftojnë ka dalë këqyrë, se këta që po luftojnë jënë të udbës. Mas lufte 99-ën, këta krahu i luftës janë nisi me u hakmar në krahun e paqës, se këta jënë thëshin shpiuna me Serbi. Mas lufte apet, 2010-ën, PDK-ja i akuzon të kritik të vetë, gazetartë që janë shpiuna të Serbisë, mrim 2025, tash e kemi vetëvendosjen që akuzon PDK-n që jo me Serbi. Do me thonë, na u kanë bo 30 vjetë me muhabete, kush është me Serbi, shpion, tradhtar, heq ma pak se 30 vjetë, sa jom unë të punu, e me siguri edhe ma gjatë. Po ta ndjekim që të momentin e fundit, ku Agim Bahtiri e akuzon për tradhti për parim Grude. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik. Jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykat Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Moj një men për me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Prej grupit multietnik, zonja Emilia Rexhepi. Sot i Maqedonësi si profesionisti ushtrisë, qysh e komenton ti që të gjuhë? Normalisht, unë edhe si profesionist, por edhe në karakterin tim, nuk e kam të theksuar aspektin e këtij lloji komunikimi, dhe jo vetëm të këtyre dy akterëve mund të themi, por edhe të tjerëve që komunikojnë. Unë vlerësoj që është qëndrim dhe qasje individuale. Agim Bahtiri s'pe përfaqëson me që qasje këtë vetëvendosin, që ju menoni që këta të PDK-s janë me listën sërja. Politike edhe qëndrimet individuale janë të ndryshme. Në qëndrimet politike, lëvizja vetëvendosje ka bërë tashmë të qartë disa herë që formimi institucioneve ka qenë domosdoshmëri dhe mbetet domosdoshmëri për funksionalitetin, për funksionimin e institucioneve dhe vendit tonë, por edhe për jetën e qytetarëve të vendit tonë. Dhe në këtë aspekt, normalisht që ne kemi qenë dëshmitar të një sinkronizime të opozitës me listën sërbe, ndoshta jo detyrimisht përmes takimeve edhe bashkëpunimit konkret,
po të paktën përmes idesë që kryeministri Kurti të mos vazhdoj me mandatin Po i kemi në kushtetutë. Shumë njerëz do të thoshin se Timaqizonsi që s'ki qare pa fol me sërb se i kanë 20 vene të rezervume. Na obligon kushtetuta. Më falje, fjala është për 10 vene, por 20 vene me minoritete. S'ki qare pa fol me jo shqiptar. Po tjetër se ne po besoj që jemi qeveria që më së shumti ka funksionuar dhe bashkëpunuar me komunitetet jo shumicë. Një pjesë e madhe ministrave në qeverinë edhe Kurti 2, edhe ata që ishin të planifikuar që t'jenë në Kurti 3 dhe konjuftësën ne, kanë ardhur pikërisht nga rrodhat e komuniteteve jo shumicë, duke përfshirë edhe komunitetin sërb që përfaqësohet nga partia e deputetit Nenad Rashić. Pra nuk është këtu çështja që lista sërbe të trajtohet si një organizëm që përfaqëson një komunitet, ajo përfaqëson një vizion politik të tyre që fatkeqësisht është dhe vazhdon të mbetet në kundërshtim edhe me kushtetutën, edhe me vlerat kryesore të vendit tonë, të paraqitura në kushtetutë. E çfarë me bota është që 4 komunat e Veriut i kanë fitu? Po çështja e nivelit komunal, normal që dallon prej nivelit qendror, ata kryetarë që do të vendosen në 4 komunat veriore të vendit tonë. Po, si ministri i mbrojtjes nëse po thuti që ata janë antikushtetues, edhe kryetarët e komunave kanë me qenë antikushtetues, edhe si rezultat prezantojnë rrezik për vendin atëherë. Veprimet e tyre kanë rënë në kundërshtim me kushtetutën. Asnjëherë lista sërbe nuk është distancuar nga shumë prej drejtuesve të saj, cilët kanë kryer akt terrorist me qëllim invazioni kundër vendit tonë, akt armatosur terrorist. Asnjëherë nuk është distancuar nga gjuha ekstremiste kundër shqiptarëve të Kosovës, nga mosnjohja e institucioneve të Kosovës, nga mosnjohja e shtetit të Kosovës. Pra ne nuk kemi kur... Këto për kuptoj, po Agi Bahtiri po thë që përparim Gruda e vet listën sërbe para se me orë në parlament. A pajtosh me qëta? Menoni ju për një me qështu? Unë e thash është qëndrim personali deputetit Bahtiri. Unë personalisht për përparimin, mendoj që nuk ka pyetur listën sërbe që tjetë apo të mos jetë në kuvend. Mirë po e thash edhe më herët, është parë qartë gjatë gjithë kësaj faze të ngërçit politik, një sinkronizim ndoshta i paorganizuar. Ama një dëshmi sinkronizimit të vitit fundit? Po asnjë qëndrim nuk ka qenë në kundërshtim me njëri tjetrin në raport me qeverinë Kurti, përveç argumentimit në forma të ndryshme. Lista sërbe argumenton që kryeministri Kurti po shkel të drejtat e sërbëve, që nuk është e vërtetë dhe dihet botërisht. Të tjerat parti gjejnë argumente të tjera, mirë po në fund krejt synime po mbetet që të pengohet një qeveri që drejtohet nga... Po e kundërshtojnë, janë kritik, po nuk janë të njëjtë. Lidhur me për shembull Ministrinë e Mbrojtjes, a ke pati mos përkrahje të PDK-s, deputetëve të PDK-s, për ligjet që kanë bëjnë me Ushtrinë e Kosovës? A ke po? Jo, dëmonë është një... Pse po thu njëjtë? Pse po thu njëjtë? Nuk po thom njëjtë në raport me politikat kombëtare, po thom njëjtë në raport me qeverinë e Republikës së Kosovës, edhe në ngërshim politik. Ne kemi një qasje jo të njëjtë në kuptimin e formatit. Mirë, Albin Kurti së shteti. Lidhur me shtetin, edhe ushtrinë që aspektet nacionale, atë ka sabotu PDK-ja aty, na i qysh. Jo vetëm PDK-ja. Përditshme, në punën tonë të përditshme, vizitat që i ki jashtë, trajnime, ligje, atë ka sabotu. Nuk ka sabotim, edhe opozita nuk ka sabotim. Nuk ka sabotim. Edhe opozita nuk supozohet që të sabotoj institucionet kryesore të vendit. Po, veç kuptu që është i barabartë, që qëndrimin e ka të barabartë me listën sërbe, nën kuptohet që po saboton, se lista sërbe saboton aktivisht. Nuk e thash të barabartë, thash është një qasje e parafort në raport me qeverinë Kurti, jo me institucionet. Opozita, të rritë të thonë. E qa po prit një me bo opozita? Po, normalisht që opozita sporit duhet të ketë parasysh që institucionet janë të shtetit, nuk janë të një partije. A i kujtojt juve si vetë vendosje? A jetu mojt men që ju nuk jeni sil me pushtet atëherë qështu që i keni respektu institucionet janë të shtetit, ju keni qenë agresiv ose opozit. Këta janë shumë pak agresiv nda jush që keni qenë ju.
normalisht që S'përfaqësoj, po, a e mon mena? Personalisht nuk kam qenë në atë periudhë oficer në ushtri. Si une i ki po. Mirë po, narrativat dhe argumentet, por edhe qëllimet pse lëvizja vetëvendosje ka reaguar në atë mënyrë, kanë qenë krejt të ndryshme prej atyre të sotme. Sot po reagohet pse Albulina Haxhiu po synohet të bëhet kryetare kuvendit. Po reagohet edhe pse po prishet dialogu strategjik me Amerikë. Që unë po thëmë, do doj ki drejt, po për diçka po reagohet për shkak se po prishet dialogu strategjik me Amerikën. Cili reagim? Po që po reagon krejt, po reagojnë edhe për qëta. Opozita po reagon edhe për qëta, nuk ka të bëj. Opozita nuk ka reaguar njëherë pozitivisht për asgjë. Jo, ka të bëj me prishjen e marrëdhënieve të Kosovës me Amerikën për shkak të prishjes së dialogut që o bo. Po ta zgjedhni një qasi momenti, pse mos më ju kritiku që o prish dialogu strategjik me Amerikën. Diçka që është ndërtuar, jo diçka që nuk është e vendosur në vend. Kur themi prishet diçka që ka bazament që është ndërtuar. Është ndërtu, dialogu është ndërtu. Jo, dialogu është iniciuar gjatë qeverisjes Kurti. Ka qenë një dialog i iniciuar, i cili është dashur. Ende pa unisë, jo është pezullua. A i vjen që ashtu, ende pa unisë. Ne po vazhdojmë që të kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës raporte të shkëlqyera. Mund të them lirisht që të paktën në aspektin e mbrojtjes ne kemi raporte shumë të thella se që kemi pasur gjatë gjithë periudhës. Pajtona, veç po du të ashtë me të pyet, a ke shku ti ma shumë se Albin Kurti në Amerikë gjatë kësune 4-5 vjetëve në mandat që jeni në qeverisje? Shumë ma shpesh ke qenë ti në Amerikë se Albin Kurti? Ka shkuar Ministri Mbrojtjes i Qeverisë së Republikës së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti. Sa zyrtar Departamentit Mbrojtjes i ke taku në mandatin tënd? Shumë. Kam takuar shumë, kam pasur të paktën 4 vizita zyrtare në Departamentin e Mbrojtjes, tash Departamentin e Luftës, por në Departamentin e Shtetit, gjithashtu kemi pasur shumë vizita nga zyrtar të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara në Kosovë, ku kemi diskutuar çështje të bashkëpunimit strategjik. Po, veç ti ki veç një çështje para në mbrojtjen. Kryeministri ka 12 dikastere apo 19. Qysh është e mundun për ty, a është e çuditshme që kryeministri shkon më pak se ti në Amerikë? Po, kryeministri shkon për çështje të caktuara, kurse dikasteret normalisht komunikojnë për çështje të tjera. Mirë, ai është dorë statistikisht me shkuaj më shumë se ti? Normalisht nuk është domethënë që të shkoj kryeministri më shumë se një ministër, varet prej fushës në cilat kemi më shumë bashkëpunim. Mirë, masi jemi që mbrojtja është në fushë ku kemi. Pikërisht jemi te puna e raportit me Amerikën, po du me të pyet për raketat Javelin në FSK. Mas pari me spjegu a kanë mri, po edhe për çka nevojiten qëto raketa. Ne çka dua të theksoj në këtë rast është që përveç raketave Javelin jemi duke bërë blerje edhe kemi realizuar blerje të shumta të sistemeve të armatimit. A kanë mri? Nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vende tjera, normalisht që është një periudhë kur pritet edhe të përcaktohet koha e arritjes, ne jemi në pritje të konfirmimit për dërgimin të raketave Javelin në Kosovë. A kemi përafërsisht ndaj kohë që i presin me ardhmë? Ne jemi duke diskutuar që të kemi në periudhën sa më të hershme të mundshme, normalisht që viti 2026, vlerësoj që është koha kur patjetër që do të kemi një sasi, ne jemi duke bërë së bashku edhe me komandantën e FSK-s përpjekje që të kemi edhe gjatë këtij viti, por çka dua të theksoj këtu që raketat Javelin patjetër që janë një ndër sistemet më të mira raketore antitank, mirë po nuk janë të vetmet që i kemi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë Kosovës. Mirë, a mund është veç me na informu sa raketa Javelini ka Serbia? Nuk e kam informacionin për numrin e raketave Javelin në Serbi, mirë po çka mund të them që ne kemi një sistem të parafort, që është sistemi Ontash që kemi prokuruar nga Turqia, por edhe sisteme tjera që kemi prokuruar nga vendet të tjera të NATO-s që kanë të bëjnë me aspektin e antitankëve. Mirë, unë e anisa me t'i përmenë edhe senet e mira dhe të këqija që ka ndodhë gjatë mandatit tonë. Seni i keq që ka ndodhë është jemi qitë për defenderit, seni mirë, jemi rikthy. A i bjen kjo që i keni drejq marrëdhëniet? Në fakt, pavarësisht që nuk kam qenë ministër në periudhën kur është ndërprerë ajo dita D-Day e Defender Europe 23,
Unë duke qenë pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës, mund të them që gjitha aktivitetet e planifikuara gjatë atij ushtrimi janë realizuar. Pra, kjo ndërprerje ka qenë më shumë simbolike se që ka qenë përmbajtësore, nuk ka dëmtuar në asnjë rast asnjë aktivitet brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe çka është për të theksuar pastaj është edhe fakti që pas asaj ndërprerje që po thuhet, që nuk është ndërprerje, është një farë pezullimi i një aktiviteti të caktuar, ne kemi vazhduar me planifikimin për të kulmuar këtë vit, pra në maj, me ushtrimin Defender Europe 25, që në këtë rast Kosova ka avancuar, duke qenë edhe vend pritës, si që ka qenë në Defender Europe 23, duke marrë pjesë me mbi 1000 trupa në ushtrim jo vetëm Kosovë, por në vende tjera, por në veçanti duke pritur, pra, duke qenë një koqir i komandës kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka drejtuar me gjitha operacionet dhe trajnimet në Evropën juglindore. Pra, po folë për trajnime, Ejup, shkëmqare pa ta përmend që kur një grup i ushtarëve 2025 shkun në Amerikë për trajnim, njoni për tëne, met atje e braktisi trajnimin, lypi Azel. Qysh? Nuk është vetëm që Kosova ka këtë çështje, shumë vende mund ta kenë këtë problematik. Po kadal, si përmbledhni ju para se me shku, si folni ushtarëve para se me shku për këtë punë, se dinja? Normalisht që kanë edhe aspektin e informimit paraprak, pra. Pse ka po? Por me na kallëzu çfarë gjendje ka që ai ushtar që vendos me trahtu verën e vet me shku Azel? Unë nuk mund të them që është tradhti. Jo, lojalitet so, as lojalitet so. Jo, po patjetër. Jo, se po dini përparim grudës mi thonë tradhtor. Thuj tradhtor këtij që e merr trajnimin rën atje. Ne kemi procedurat tona. Çfarë pas procedura? këtyre rasteve, normalisht që skori është përjashtuar nga nomin për bona. Ai ka ditë që e ka përjashtu vetën. Dhe janë iniciuar pastaj procedurat për kthimin e tij në Kosovë. Po patjetër. Ne bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara. Le ta dinë ushtarët e arshëm. Do me thonë, në fund ai që lyp Azel kthehet. Jo, nuk ka asnjë mundësi që të qëndroj dikush kur shkon zyrtarisht. Si ushtari i Kosovës. Ko ka ngul, ka menu që ka më nejta? Po, unë nuk po mund të paragjykoj, mund të them se si ka vlerësuar ai ushtaraku atë qëndrimin atje. Unë e di që një ushtarak ka më kthy që pranohet në Forcën e Sigurisë së Kosovës duhet të jetë i vetëdijshëm që është përgjegjës për gjitha veprimet që i bën. E tash, ora tjetër e medaljes është që po me i vetë ata nështë me i pas këtu, ata ankohen për kushte, sidomos për shtesa. Janë pagesat për shtesat e orëve të punës për cilët ushtarët e kanë padit FSK-n. Pse ka ardhur deri te kjo? Ne kemi një ligj edhe një rregullore që përcakton çështjen e punës pasororit, pra punës në terren. Vitin e kaluar ne kemi marrë masat, hapat, pra që të bëhen pagesat për pjesëtarët që kanë punuar jashtë orarit. E këta që ka padit? Normalisht që është çështje pastaj e aspektit ligjor, është çështje e gjykatave, është çështje edhe e Ministrisë së Mbrojtjes se si do ta adresoj këtë rast. Ka dole, a janë pagu, as janë pagu që ta ushtarë? Gjatë vitit të kaluar janë paguar puna pas orarit. Ne këtë vit jemi duke bërë përpjekjet që të vazhdojmë me pagesën për orë shtesë. Janë dy forma që shpaguhet. Për cilin vit kanë padit këta ushtarë? Për cilin vit s'ju kanë pagu shtesat? Këta kanë paditur për vitet e kaluara, pra 2023, 2022 duket, por çka mund të them është që këtë vit ne kemi analizuar edhe aspektin sepse shpagimi i orëve shtesë nuk bëhet vetëm me mjete financiare, bëhet edhe me ditë lira. Pra neve na duhet gjithmonë një analizë dhe një punë e detajuar në kuadër të burimeve tona njerëzore për të përcaktuar se kujt i jepet. Po më intereson si ministër atë ka ra me bo hesapin që nëse gjykata ja u miraton ankesat për mungesën e shtesave për orë shtesë që i kanë bo, sa duhet me pagu FSK-ja? Sa miliona duhet me argju? Po tash këto janë që raste individuale, pra individualisht janë këto ankesat. Ne jemi duke analizuar, normalisht edhe duke përllogaritur, edhe këtë çështje, mirë po për mua nuk është fokus, edhe nuk është objektiv primar që të merr me gjykatën, për mua është objektiv primar
që të adresojmë vetë këtë çështje brenda Ministrisë së Mirë, çka Mbrojtjes. nëse duhet prej dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. pareve të buxhetit që i ki planifiku me ble Black Hawk për shembull, ti më marrë me adhon shtesat ushtarëve. Ne planifikojmë edhe pjesën e orëve shtesë, pra ai buxhet është brenda Qeveria e mbulon orë shtesë. Po ne kemi edhe në kuadër të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes të planifikuar pagesat për orë shtesë. Po i ki për pagesat për orë shtesë për 2025, veç për mja pagu dënimin e gjyqit për 2022-2023 i ki pagesat. Ne duke punuar në një vlerësim, në një analizë se si do t'i qasemi kësaj pune për me qëllim që ta zbusim këtë, mund të themi, rrezik financiar. Sa pare i kemi dediku për me ble helikoptera Black Hawk në buxhetin e 2025 që e ki pas për 2026 tash të ardhmen për me i ble helikopterat? Po, çka mund të them, po filloj me atë që kemi bërë blerje deri më tani, prej fillimit të mandatit të qeverisë, deri më tani, pra deri më tani, deri në këto momente kur po flasim, ne kemi shpenzuar 430 milion euro për blerje të sistemeve të armatimit, Çka për kemi blerje ble? të pajisjeve. Çfarë sisteme? Kemi blerë gjitha ato sistemet që janë të nevojshme për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe që i adresojnë edhe Qyre, nëse janë 430 dhe milion euro, kërcënimet bashkëkohore. e ju kur ma shumë pare s'kena hargju në blerjen e sistemeve të armatosura? Jo, Kallxana, nuk krahasohet. ama jo veç me më thonë sistemet të ndryshme ushtarake. Çka sakt kemi bleve? 430 milion euro. Çka ju lejot me na kallxu që kena ble? Që edhe unë po them që ka diçka që s'lejot, për 430 milion me siguri diçka mundu shumë. Shumë prej tyre janë bërë publike. Ato janë? Normalisht që kemi Bayraktarët, dronet Bayraktar të B2-shin, që është një prej sistemeve më të mira të fluturake pa pilot, cilat tashmë janë funksionale në Republikën e Kosovës. Kemi blerë prafërsisht 100 autoblinda, cilat vetëm janë bërë publike edhe numri për atë po e them, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë sisteme tjera të armatimit individual, duke përfshirë pushkt individuale për pjesëtarët, dhe jo vetëm për numrin aktual, jo vetëm për numrin që duhet ta kemi të ushtarëve në 2028, por 3 fesh më shumë se që ka qenë planifikuar që të kemi në vitin 2028. Tjetër? Kemi blerë shumë sisteme të mitraljerëve, pra mitraljerë, që janë armë mitraljozët, armë ekipore në mbështetje të ekipeve. Sa drona? Shumë llojshme. Sa Kemi drona? mitraljerët, kemi blerë pashtu edhe dronet Puma, edhe së fundmi dronet Skydagger, që në total arrin në mira dron të këtyre 3 llojeve që kemi në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Normalisht edhe sistemet të ndryshme të snajperëve që i shohim çdo ditë në aktivitetet e Forcës së Sigurisë së Mirë, Kosovës. 430 milion Kemi blerë edhe mitraljerë të rënd, duke përfshirë 12.7 dhe 40 mm që janë prej mitraljerëve më modern. Kemi blerë edhe sisteme të drejtimit digital nga autoblinda të zjarrit kundër forcave armike kur kemi ushtrime edhe operacione reale, por gjithashtu edhe shumë sisteme tjera duke përfshirë edhe automjetet Voran, që janë një automjet unik që kemi në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe që ka të vendosur sistemin digital të goditjes me martojën 120 mm. E qartë që 430 martoja milion. kemi blerë. 430 milion kanë shku jashtë Kosovës. Ideja me fabrikën e municionit që e keni qit është që me mujt diçka na mi shit botës edhe vetit, jo gjithçka me ble jashtë. Kallzon tash ku edhe kur ka mundërtu që kjo fabrika e municionit që o përmen? Ne vetëm dihet që kemi bërë një kontratë vitin e kaluar me 16 dhjetor për funksionalizimin e fabrikës së municioneve, për prodhimin e makinerisë për fabrikën e municioneve. Ku ka me qenë? Gjithashtu është bërë një kontratë tjetër për ndërtimin e kësaj fabrike, pikërisht me të njëjtin prodhues shtetëror, që është MKE nga Republika e Turqisë, është planifikuar që të vendoset në regionin e Gjakovës, për shumë arsye, mirë po edhe për faktin që tani më atje kemi vendosur një pjesë të madhe të kapaciteteve tona ushtarake. A o gjetë placi, a o negocu veni, a ka fillu Ne ndërtimi? kemi identifikuar, jemi duke punuar për një zonë industriale të mbrojtjes, ku nuk do të vendoset vetëm fabrika e municionit, por do të vendosen edhe fabrika të tjera dhe prodhues të tjerë të industrisë ushtarake që mund të vinë nga sektori privat, sepse çka duhet të theksoj këtu është që
Kjo fabrikë është planifikuar që të drejtohet nga një kompani publike e qeverisë së Kosovës, normalisht me rol të veçantë nga Ministria e Mbrojtjes, e cila do të prodhoj për nevojat e strukturave të sigurisë në Kosovë, mirë po do të prodhoj edhe për eksport, duke qenë që kjo fabrikë prodhon municione të standardeve të NATO-s. Okej, duke i po procedurat e prokurimit që ki tash pak ma shumë përvoj, je i rreshkon me tonë është, mas i ke qenë minister, ka me zgjatë derisa të kryhet fabrika e municionit? Ne kemi një vlerësim, gjithashtu e kemi një dakordim me prodhuesin shtetëror të Turqisë, që kjo fabrikë të funksionalizohet jo më vonë se në fund të vitit 2026, pra vitin e ardhshëm. Kosova do të filloj të Aureole me prit që për një vjet e ndërtoni? Patjetër, ato vetëm makinerit janë duke u prodhuar aktualisht në Turqi. Tash ndërtimi i objektit nuk merr shumë kohë në raport me ndërtimin dhe mund të themi zhvillimin e atyre makinerive. Pra, ne po flasim për një kontratë që është bërë me 16 dhjetor të vitit kaluar dhe një aneks kontratë që është bërë këtë vit që adreson çështjen e ndërtimit të fabrikës. Mirë, po marrojmë diçka me marru fabrikë municionit, është diçka shumë ma e komplikume se me marru drona. Po thëmë sepse kemi eksperta dronave në Kosovë, sepse po e di që kemi njerë që po i marrojnë drona ushtrive tjera në përbot. A ke mendu me përdor talentin lokal inovator pse me e prodhu dronin këtu? Pse s'kemi me fjallë tjera plan tondin për fabrik dronave? Jo, ne kemi plan, edhe kemi një vendim që Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë vitit të kaluar ka marrë në lidhje me një komision ndërqeveritar, pra ndërministror, që u udhëhiqet nga unë, që adreson dy çështje, pra fabrikën e municionit dhe zhvillimin e dronëve. Edhe për këtë çështje. Zhvillimin po, mi ble jashtë. Jo, zhvillimin për prodhimin e dronëve në Kosovë. Dhe për këtë çështje. Pse të një na, si gazetar, që ka një komision ndërministror me bo diçka, i bjen s'ka mu bo kur. A di pse? Se shumicën e ndërministrorëve, komisioneve ndërministrore, iniciativat mesin pa non, me një fjallë tjera, të tënë jeni hisedar në fund kërkur se merë përgjësi. Sa drona i kena marru në Kosovë, prej që jo bo që komision? Nuk është çështja e prodhimit dronëve, nuk është e thjeshtë, normalisht që do të zhvillohet, do të patentohet, do të certifikohet si objekt. Thjesht s'është as 4 vjet. Komisioni është themeluar vitin e kaluar në nëntor, pra i ka më pak se një vit. Ani, më pak se një vit, qa keni bo që një vit? Po, patjetër, unë besoj që vetëm keni arrit edhe keni mund me po edhe publikimet që kemi bo. Blerjen e dronave nga jashtë. Jo, së bashku me ambasadën e SBA-ve dhe Odën Ekonomike Amerikane, ne kemi realizuar edhe vlerësim të inovatorëve në Prizren me fillim të tetorit të këtij viti. E kemi po, domethënë vizitën me kryeministrin Kurti që keni botë kompania e prodhimit të dronëve ushtarak Skifteri. Aty keni thonë që prioritet është mbështetja e inovatorëve, po mu po më intereson prej që keni bo vizitën, edhe keni dalë në televizor. Po, kryeministri ka qenë vizitë, unë nuk kam qenë mirë, po unë kam qenë në aktivitetin kur kemi bo vlerësimin e 10 inovatorëve të dronëve. Qysh, një vjet vlerësima? Një vjet veç vlerësim të inovatorëve? Jo, ne kemi kontaktuar spori këta njerëz, kemi zhvilluar kontakte, kemi ndërtuar konceptin se si do t'i vlerësojmë ato inovacione, sepse jo çdo gjë që fluturon është dron, pra përcaktuar se cili është dron luftarak dhe cili është dron komercial normalisht që na duhet komision, kemi angazhuar Forcën e Sigurisë Kosovës, më saktësisht ekspertët. Mas një vjetëve, a mund na thoni publikut, a kemi kapacitete, sa kompani mujnë me marru drona në Kosovë, për qëtune që keni vlerësu? Nga vlerësimit që kemi bërë të gjithë atyre inovatorëve, deri me tani kemi identifikuar 10 inovator potencial, cilët në të ardhmen mund të jenë gjithashtu zhvillues dhe prodhues. A janë të prodhu këta drona në këtë moment për t'jashtëm, për klient jashtëm? Jo, normalisht që jo, për shkak që duhen pastaj edhe procedurat të tjera. Ne në fushën e dronëve, normalisht fusha e dronëve është një fushë e re. E me kompaninë Skifteri që ka vizitu kryeministri, çfarë bashkëpunimi keni me ta? Ne kemi bashkëpunim me të gjitha kompanitë që po punojnë në inovacione, veçanërisht në këto të dronëve. Ne përveç tjerash bashkë me Odën Ekonomike Amerikane,
gjatë vizitës sime në SBA, në tetor, kemi mundësuar që këto kompani të vendosin kontakte me kompani në SBA për bashkëprodhim, sepse duhet të jemi realist, se ne interes kemi edhe bashkëprodhimin në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh që tregu i Kosovës nuk është treg që mundëson që këto kompani të zhvillojnë e të avancojnë në prodhimin e dronëve, por si Ministri i Mbrojtjes edhe si qeveri, përveç që kemi detyrim të mbështesim inovacionet, kemi detyrim gjithashtu të promovojmë produktet që prodhohen në Kosovë jashtë vendit. Për këtë arsye ne kemi vlerësuar që një ndër format për të avancuar në këtë aspekt është bashkëpunime, pra lehtësimi i bashkëpunimit në mes të inovatorëve dhe prodhuesve në Kosovë, edhe atyre në SBA, por edhe vendet të tjera. A keni fillu me menu ose a keni komisionu me ble sisteme antidron, sepse për luftave që po shohim tash, sidomos në Ukrainë, ata kanë fillu me pas nevojë mbrojtje prej dronave. Jo? Tani jemi duke u futur në fazën kur duhet të zhvillojmë kapacitetet antiaerore, mirë po paraprakisht, më saktësisht në vitin 2021 ne kemi realizuar një kontratë për blerjen e disa sistemeve antidron, cilat tani më i kemi në forcën e sigurisë së Kosovës. Normalisht që zhvillimi i dronëve është shumë dinamik në gjithë botën, ndryshimi teknologjik po vazhdon gjithkohë dhe nevojitet gjithashtu edhe përgjigja që të jetë e zhvilluar, pra ne jemi duke shikuar edhe mundësi të ndryshme për këto sisteme. Mirë po, çka mund të them edhe një herë është që fakti që kemi pasur një buxhet të madh për ushtrinë, edhe mbështetje nga kryeministri me buxhet shtesë, sepse është për të theksuar që në asnjë rast kur kemi argumentuar, ne nuk kemi hasur në hezitim të kryeministrit për të mbështetur ushtrinë e Kosovës, pra sa herë kemi kërkuar mbështetje me buxhet, ne kemi marrë atë nga kryeministri edhe nga qeveria e Republikës së Kosovës, që ka mundësuar që sot të jemi në shumë fusha më përpara se që ka qenë planifikuar me planin që mos të harrojmë gjithëpërfshirës të tranzicionit që është një plan që përcakton objektivat kur duhet të arrijmë. Folëm për drona me ble, por na patëm ndërhyrje me dron në kufi, e në anën tjetër KFOR-i doli me njoftimin që nuk ka asnjë problem me dron kufirin e Kosovës me Serbi. Ju alarmot që ka ndërhyrje, KFOR-i nuk po i bën të mëdha këto ndërhyrjet me dron. Çu e komentojnë çto? Deklarimet e KFOR-it janë çështje e tyre, mirë po ne po vlerësojmë në vazhdimsi që vetë mirëmbajtja apo mbajtja atyre bazave të përparme operacionale të Serbisë në kufi me Kosovën dhe militarizimi vetë Serbisë, sidomos pjesës jugore të saj, paraqet kërcënim dhe rrezik për vendin tonë. Kur e thënë në fillim që po përgatitemi për Serbinë, ne nuk përgatitemi për Serbinë. Ne fuqizojmë ushtrinë tonë që të jetë e gatshme që të përballet me çdo agresor edhe çdo kërcënim e rrezik që vjen nga kushtet. Po rreziku çka po ndëgjojmë prej juve është që rreziku aktual po na vjen prej ndërhyrjeve të vogla, provokimeve ushtarake prej Serbisë, përveç provokimeve tjera verbale. Po duhet të pyet për incidentin sulmin bazën Debellaglava apo në bazën Bujanovs, çu e komenton çata? Bazamenti gjithë agresivitetit të Serbisë në raport me Kosovën qëndron politikisht në qasën hegemoniste që Serbia ka në raport me Kosovën, por edhe me vende tjera, dhe kjo po përkthehet në veprime të ndryshme ushtarake, por edhe veprime të tjera. Në këtë aspekt, mbajtja atyre bazave, 28 bazave të ushtrisë dhe 20 bazave të gjandarmerisë në afërsi të territorit tonë, po bëhet me qëllim që të mundësoj. Veç ata na akuzojnë që na kena bërë sulm në bazën e tyre. Pikërisht kjo akuzë është dezinformat për të mbrojtur ato veprimet e tyre cilat policia e Kosovës, policia e Kosovës doli me njoftimin që kjo nuk është e vërtetë, që na s'kena bërë këtë sulm. Ku e diti policia e Kosovës? A ka kapacitetin Serbi me hetua? Ne kontrollojmë territorin e Republikës së Kosovës. Po, veç kjo bazë kënë territor të Serbisë. Po ata mund të kemë pasur sulme nga strukturat të ndryshme paramilitare të vetë Serbisë, mirë po jo nga territori i Republikës së Kosovës. Dhe kjo bëhet me qëllim, po them edhe një herë, nga Serbia për të arsyetuar mirëmbajtjen e atyre bazave, sepse ata gjithmonë kanë deklaruar që ato baza i mirëmbajnë për të mbrojtur
Serbinë, kurse ne patëm rastin edhe të kidnapimit dhe plagosjes së një qytetari të komunitetit serb që ka ardhur pikërisht nga grupe që kanë qenë të stacionuara në këto baza që ata i quajnë të përparme me qëllim mbrojtjen e territorit të Serbisë. Ti po thu që ashtu, po nënën tjetër po thu që na jena amatera me bo atë punë, na nuk e bojmë atë punë se jena profesional, po e kemi një situatë, jave të fundit, FSK-ja është fut në veriun e Kosovës, Mitrovicën e veriut, në një incident që mas ne e keni qujt gabim, jo në paralemru masa, a ka marrë dikush përgjegjësi për çët ngjarje që ka ndodhur? Patjetër ne ngrisim gjithmonë komisionet disiplinore kur ka ndonjë, mund të themi, shkelje procedurale apo shkelje. Çka ka ndodhur këtë rast? Në këtë rast, komandanti ka marrë hapat e tij, ka ngritur komisionin për shqyrtimin e kësaj çështje, janë marrë deklaratat nga pjesëtarët. Normalisht që kjo procedurë zgjatë, nuk është procedurë që kryhet menjëherë dhe çka duhet të rifleksoj. Ama fut gabim në veri? A nështë ta gabim me qëllim? Jo, jo, në asnjë rast nuk ka qenë gabim me qëllim. Domthon gabimi ka qenë për shkak të koordinatave dhe çka duhet të dihet nga opinioni është që jo në pak raste ushtrit në mbar botën mund gabojnë koordinatat. Ne nuk kemi futur në territor të Republikës Serbisë, kemi qenë brenda territorit të Kosovës, pavarësisht që e dim atë kufizimin që ka ardhur si rrjedhoj e letrës së dërguar në 2013, cilën vazhdojmë të respektojmë, pavarësisht që nuk pajtohemi me të. Mirë po, tani më edhe mundësia për këto gabime është më e madhe, për shkak që në të kaluarën aty ata do të hasnin në rojet e urës, në struktura të ndryshme që do të pengonin. Sot në veri kemi të shtrirë, sovranitet legjeran, kemi policinë e Kosovës, kemi struktura shtetërore. E na betestojmë që të me gabime? Jo, nuk arsyetoj në asnjë mënyrë gabimin taktik. Sigurt ka qenë gabim? Po patjetër që gabim, për shkak që... Mirë, incidenti tjetër për cilin po du me të pyet është situata në zonë e Podujevës, ku Gjandarmeria e Serbisë e konfiskoi në traktor druve në territorin e Kosovës. Që na thamë që është territori i Kosovës. Kfori e ka konfirmu rastin edhe ka potencu që është njoftu pej Zhandarmerisë Serbe për këtë ngjarje. A kemi na problem kufi me hajna druve? A kena probleme serioze? Unë besoj edhe po kthehema njerë të qasja Serbisë, qasja militariste në raport me Kosovën, gjitha këto provokime po bëhen për të arsituar mbajtjen e trupave ushtarake serbe për gjatë vijës kufitare. Po, s'po thotë që janë provokime. Ç'kjo po thotë është hajni druve. Po, edhe po tjetë vjedhje druve nuk është çështje Gjandarmerisë së Serbisë brenda territorit të Kosovës të bëj zgjidhje të këtyre natyrave. Mirë, a zbëna me rrit pa kontrolin edhe hajnat e druve me shtim burg edhe me këqyr pak territorin tonë, me këqyr punë tona, e mos me i lanë Serbinë me na arestu hajnat e druve? Jo, kjo nuk ka të bëj fare me çështën e vjedhjes së drujve. Këta arsyetojnë vazhdimsi, nëse kthehemi prapa, kemi shumë raste kur këta kanë arsyetuar serbët. Po mendoj, policia dhe ushtria serbe ka arsyetuar veprimet provokative në pjesën e kufirit me Kosovën, duke gjetur kësi arsyetime banale dhe kjo bëhet për të arsyetuar mbajtjen e atyre bazave. Dhe normalisht që këto provokime janë pjesë e përgjithshme, pra një detaj i luftës hibride që po bëhet në raport me vendin tonë, duke pas parasysh që nuk janë vetëm këto provokimet, janë dezinformatat, janë sulmet kibernetike, janë rrjeti i spionazhit i cili fatmirësisht është goditur nga Agjencia Kosovare Inteligjencës dhe që... A keni marrë ju pjesën në atë aksion? Ne koordinojmë me gjitha agjencitë e sigurisë në Kosovë, mirë po kjo ka qenë ekskluzivitet i Agjencisë Inteligjencës bashkë me policinë dhe prokurorin, dhe vlerësoj që goditja e rrjetit të spionazhit mund të cilësohet një ndër arritjet më të mëdha që vendi ynë ka pasur pas luftës, krahas normalisht veriut e ushtrisë e shumë zhvillimeve tjera që kemi bërë, po në aspektin e sigurisë besoj që për herë të parë Kosova, më saktësisht Agjencia Kosovare Inteligjencës ka goditur rrjetin e spionazhit i cili ka punuar në Kosovë në shumë dimensione. Ne vetëm i kemi parë natyrat, fushat me të cilat kanë synuar që të minojnë pavarësinë e Kosovës, duke filluar nga lufta UÇK-s me qëllim që ta delegjitimojnë lirinë tonë, për të vazhduar te aspekti ekstremizmit fetar,
edhe përfshirja në aspektin politik edhe analitik në Kosovë. Më la përshtypje jup që e the që edhe pse na spajtohemi me atë marrëveshjen e 2013 për me marrë leje ushtria me hi në veri, megjithatë ju e respektoni. Mirë që për respektoni, pyetja është tash për një deklaratë tjetër që e ka qitë Kfori, që ka thonë juve që se zguzoni me çu ushtrin pa na vetë neve, po edhe zguzoni dronat me i përdor, dronat që i keni blerë në Turqi, në Evropa e Lire ka thonë këto, deklaratën që nuk guxoni me përdor dronat e blerë në Turqi pa lejen e Kforit. A është e vërtet kjo? Normalisht që me mandatën e Kforit, me mandatën e NATO-s në Kosovë, komandanti i Kforit është përgjegjës për hapësirën ajrore, ne koordinojmë me Kforin kur operojmë me dronët, ne jemi duke operuar me dronët Bayraktar, jemi duke operuar edhe me dronët tjerë, kjo bëhet vazhdimsi në koordinim me Kforin, duke pas parasysh një fakt që kam theksuar edhe disa herë. E ju pa, keni një tash me koordinu senet me Kforin? Jo, Kforin ne nuk e shohim si kundërshtar, ne Kforin e shohim si partner në siguri. Po për defender u përjashtut për shkak se sheshit, se nuk e lajmërojshit, nuk e koordinojshit. Në asë një rast, Kforin nuk është parë nga institucionet tona të sigurisë si një kundërshtar, ne kemi synim edhe ndër objektivat kryesore antarësimin në NATO dhe këto trupat NATO-s që po shërbejnë për paqe dhe siguri në Kosovë janë partnerët tonë. Pra shpesh këto pyetjet dërgojnë te ato narrativat e përgjithshme që kemi, mund të themi, një garë mes nesh, ne në as pak nuk kemi në garë me Kforin, ne kemi në kodër të Ministrisë së Mbrojtjes një ekip të NATO-s që kujdeset për të mbështetur ushtrin tonë për zhvillim, edhe Ministrinë e Mbrojtjes drejt integrimit në NATO. Për fund, disa pyetje i kam për raportin e auditorit, sepse po mbregos fakti që te ki buxhet 430 milion euro me prokuru armë, e këne as qizmet, po thot raporti auditorit si jetu i ble, qysh duhet me rregullat prokurimit. Në vitin 2024, furnizimi me qizme për ushtar është bo 55 ditë me vonesë. Nëse qizme s'po mund është me ble me ko, pse me prit për juve që dini me maru fabrik të municionit, dini me prokuru gjana ma të komplikume, pse qëta s'pe bani mirë? Ne kemi qizme për çdo ushtar, gjitha qizme pse 55 ditë me vonesë? Normalisht janë procedurat e prokurimit pastaj që nuk varen prej Ministrisë së Mbrojtjes. Jo, varë prej Ministrisë. 2 vjet ka zgjat tenderi për shkak se ka pas ankesa, vonesa në shkrim kontratës. Pse i keni vonu zyrtarët e juj? Jo, kjo nuk është varur prej zyrtarëve tonë, është varur prej shumë institucioneve tjera ku ka lënë kjo procedura e prokurimit, ku përfshihet edhe... Po që raporti auditorit po ta gjej nisën specifik ku varet prej stafit juj. Furnizimi me uniforma për kadet, sipas raportit e auditorit, në vlerë për 19.378 euro, o bo 13 ditë me vonesë, për shkak se urdhër blerja nga Ministria është dërgu në email jo funksional të kompanisë, në kohën e dërgimit nuk ka pas komunikim tjetër, e kanë lënë asgjë punën edhe 13 ditë me vonesë kanë ardhur. Unë nuk përjashtoj si probleme teknike, të cilat mund shkaktojnë vonesa. Unë çka mund të them, kur thejemi te blerjet 430 milion. Problem teknik 13 ditë. Këtu atje GPS-i s'po ju punon, po heni si amatera në veri, se pa hiri se vrejtëm. A është ushtri amatere kjo? Jo, këto janë shumë elemente detajiste në raport me arritjet që kemi posë. Ne po flasim për shumë gjëra të mëdha që kemi bërë. Ani, a bërë me të kallzu një gjatë tjetër? Ne po flasim që sot Forca e Sigurisë së Kosovës ka pilot të helikopterëve, ka pilot të dronëve, ka ushtarak. Ne kemi arritur që të edukojmë, trajnojmë pothuajse të gjithë ushtarak me standardet NATO-s. Një gjatë që më ka çudit prej jush është që në raportin e auditorit, pozitën e zyrtarit pasurisë e keni marrë një person i cili e ka kallëzu përvojën gastronomi. Sipas raportit e auditorit, ai ka pas përvojë të punës gastronomi, ju e keni marrë zyrtar të pasurisë. Veç do të kemi parasysh që ministri në drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes është drejtues politik. Pra vendos objektiva politike. Ne kemi një administratë që funksionon. Jo, çaj administratë nuk funksionon sipas këtij dhënat. Për shembull, për çto, çaj që e ka marrë punë njerin me gastronomi. Unë nuk e di specifikisht këtë rast, po mendoj nuk e kam informacion specifik për këtë rast. Mirë po vlerësoj që duhet të jenë ndjekur procedurat përderisa ajo vazhdon të punojë aty. Po raporti auditorit ta ka identifikuar si gabim, e ki vlerësuar gabim përvojën e tij. A o marë në pytje
zyrtari i rekrutimit. Ne kërkojmë në vazhdimsi raporte, kur kemi raport të auditorit, edhe adresojmë, bëjmë plan veprimit për të morë me çdo gjetje që bëhet nga auditori. Për fund, çka kime bo në 4 vitet e ashme ti nëse je ministër, pa hiri nëse qëllon që bëni qeveri, se tash s'dije ta keni me bo qeveri. Çka i ki synimet? Spore qeverin do ta bëjmë qëllimshëm, jo pa hiri, edhe do ta bëjmë një Qysh e qeveri. bo që një vjetë qëllimshëm? Po, qëllimshëm është tentuar të bëhet qeveria. Një qeveri pa hiri është një qeveri. Ja, së të du heq, se s'keni bo koalicion me kërkan. Po nuk do të thotë që do të bëhet koalicion për të qeverisur vendin. Jo, do të thotë. Jo domosdoshmërisht. Si keni Kjo marrë është një numrat, praktikë- do të thotë që kjo dush është me një bo koalicion. praktikë Matematika të kallzon që kaluar. duhesh. Por ne kemi posur përpjekje, dihet që janë dërguar letra, janë angazhuar. Mirë, Neve po- s'na u ka ndok serioze, që neve si gazetar na u ka ndok jo serioze. Po tash juve si gazetar mund t'ju duket jo serioze, por neve që i kemi dërguar letër, na është dukur serioze. Edhe përgjigja ka qenë Kur jo fol me serioze. njerin e jo, kur do me kry pun, fol me njerin fytyrë. E deri në Kosovë, edhe në tonë botën, ullësh, negoson, nuk qënë letra. Po jo, domosdoshmërisht do të folësh fizikisht t'jesh prezent për të arritur një marrëveshje. Normalisht kjo është qasje zyrtare, letra është dërguar zyrtarisht, dhe kjo është dashur Ane, të mas hapë rrugë. letrës kur tha jo ajo pola, për tjetër bashkëpunim. qa bot jo? Është dërguar prap një letër, pra një kërkesë për bashkëpunim. Smjaftonde? Ju menojshë që me letra kryet puna? Dëgjush, tash na llogarisim që ju jeni shumë Ne me zër, ma të meqëm se veç me letra me me kërku. zër nuk mundemi me detyru Jo, s'mundeni. partitë opozitare me marrë përgjegjësi për vendin. Ne kemi marrë përgjegjësi për vendin. Ne kemi hapur rrugë të tjera të marrin përgjegjësi. Ne po jetojmë në kohë të vështira. Ata ka marrë në përgjegjësi në nivelin kohë global. caktume. 20 vjet e para. Tani është Ata koha për me të marrë s'po dojnë, merrni përgjegjësi. ju përgjegjësi po thoj. Po, Jo sok le të mua, atëherë o kon. le të mbështesim përgjegjësinë. Le të na mbështesin neve të marrim Jo, mos po përgjegjësi. dojnë me juve, qysh dën ti me hi me dikan, ka edhe dikush që s'dën me hi me ty. Nuk Në është koalicion, çështje s'në të obligum ata me hi me është juve. në pyetje interesi vendit Pse? dhe interesi shtetarëve. Pse është pyetje interesi venit, do me thonë ju mundeni me zgjedh këtë tjertë, ka dikush që s'dën me hi me juve, do me qenë interesin e venit, do me përfasu për mes opozitës. Po atëherë do të pranoj që është opozitë. Mirë, te pe pranon që është opozitë? Kur të pranon që është opozitë, do të më hap rrugë pozitës me drejtu vendit. Të ka hap Jo me rrugë, pengu. s'ta ka nal. Ja ka pengu. Pse s'ki shku te i dyti, pse s'ki shku te i treti, Ne me pse s'ki shku gjithë te i kemi tentuar, ne katërti. kemi qenë të hapur realisht me gjithë për të ndjekur politikat qeverisë. A pet keni me qu letra? A pet që shtu me letra keni me bua? Nuk e di që si do t'jetë tash A qasja je i të armën. vedishëm që sjellja eme veç po e kallëzoni frustrim të popullit, që jeni të na shtin zgjedhje, a pet shumë shpejt, e na nuk kena me votu ndryshe. A pet kemi me qenë situatë ku jo krejt numrat kanë i vo se cila palë. Populli është kogja i vendosur. Qa keni me bo? A pet njëjt me letra? Unë nuk mund të parashikoj rezultatin e zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve mund të diskutohet se si ka rrjedhë dhe kush merr më shumë vota. Kurse për objektivat, po theksoj, synimi imi do të jetë se kemi posur takimin e parë, më ka thonë që do të pyes, po ka harru sigurisht në gjatë intervistës, për mbrojtjen gjithëpërfshirëse. Ne kemi miratuar me 19 shtator konceptin dhe programin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse, që nënkupton një mbrojtje totale, pra gjithë shtetarët të përfshihen në sistemin të mbrojtjes. Kjo do të jetë një ndër objektivat kyçe të mijat, bashkëpunimin ndërkombëtar. Am ki thonë që ato herën e fundit që jemi po, është kur je bo ministër, am ki thonë që kemi kryen qëtë mandat? Ke pyet, a do të bëhet programe gjatë i mandatit? Po. Edhe ne kemi bërë programin me 19 shtator të vitit të kaluar, dhe tani jemi në fazat e zbërthimit të këtij programi. Ve s'ki premtu që kemi realizu gjatë këtij mandati. Programi mbrojtjes gjithëpërfshirëse nuk realizohet me një mandat as 2, as 3, Kur fillon me u implementu? Me fillimin e qeverisë kurti 3. Faleminderit. Faleminderit. Jo Paqedonësisht e kënaqësimet pas në emision. Faleminderit që vjen. Faleminderit. Shefi jot kryeministri ka refuzu me ardh, prit që është kryeministër, kështu që ti ke bo diçka që ai s'ka bo, s'po tutesh me ardh në kallëzo për i me. Kryeministri nuk ka frikë për të marrë Sti, pjesë këto, po s'ka në di frikë, që sti, s'po është vjen. shumë i angazhuar se që e vlerësojnë gazetarët. Ja, ku pe lemojnë po shkan. Rrët e këtë që ketë pyetjet i ka me lemu po shkan. Rrollë ka ko. qenë edhe atë. Roll, po 2-3 herë ka qenë. Si dhe qoftë, ftesën publike e ka me vazhdu me ardh, ishte kjo, intervista me ministrin e FSK-s, Ejub Maqedonësin,
Ju vazhdoni me na shkrujt në kallzo.com, po gjithashtu po ju lo para se me ju përshëndet me një intervistë që kom zhvillu me shefin e Helvetas, e cila është Agjensioni i zhvillimit të Zvicran, i cili ka punu në Kosovë që 25 vjet. Emri i tij është Melchior Langsfeld, edhe ka ardhur si shef i përgjithshëm i këtij agjensioni në Kosovë, vizitoi Kosovën edhe na dha këtë intervistë të shkurt, e ndiqni, e prej nesh dhe ministrit natën e mirë. Mr. Langsfeld, welcome to Kosovo. You are director of Helvetas around the world. Tell us first, what does Helvetas do in Kosovo? Yeah, first, thank you for having me. So it's really a privilege to be here and to learn also about the activities as they're ongoing and what's the present situation in the country. We work on like really two major topics. One is like the whole economic integration, the economic development with the focus on what are opportunities for young people, how to start into professional life, what do you need to learn as a skill, not only the technical skill, but also how to project to the labor market. So that is one dimension. Second dimension is really, it's not only about the economy. A society also lives well when the political side functions well. So the whole work about like local municipal governance is a topic where we have been supporting for many, many years. As a Swiss organization, we somehow have the experience that democracy is constructed both from above and from below. And so working with the municipalities also to be responsive to citizens' needs, that is something close to our heart. So we, in our debates, have used something you have set up. Demos and the program set up by Helvetas in Kosovo has been the initiator of performance grants for municipalities. It is a very useful mechanism that lists the municipalities of Kosovo in different fields, how they're doing in health, in infrastructure, in education, and then judging from where the municipality ranks, municipalities are awarded grants and citizens have more money for their own needs. Tell us, has this been only piloted in Kosovo? Is this something you've done elsewhere? How successful has it been now for more than a decade that it's working? So as you mentioned, Demos, it's a program working with the municipalities, but it's really a partnership between the government of Kosovo and the government of Switzerland, also with financial support of the government of Sweden and of the EU, to work together with the municipalities and support them how they run their internal affairs and how they're producing added value for the citizens. So specifically to your question, as an organization, Helvetas has worked on local governance in many different contexts. So the performance-based grant in this specific form is really a local innovation, but the way how to work on like municipal performance and how to make that responsive to citizens' needs, that is something which is a topic of relevance in many, many contexts. Now, that mechanism that you've set up is being applied by completely local institutions. Are you happy with how it's being implemented? So I would never say we set it up. It's really the municipalities who said, oh, that's an idea. And in the partnership with the program, it was developed what makes sense in the context of the municipalities of Kosovo. But then you brought in the donor money, right, in the mechanism? Yeah, sure. Yeah. So it's also an idea which has been like, there's an initial idea, but then it's adapted and tested in 38 and all the municipalities of Kosovo. And an idea, just as itself, never lives very long. It's important that this is also supported. And here is where the donor money is helpful, but it's much more than just like the performance-based grant and the financial support. It's also a way of looking at local governance. You have worked in 3 other fields apart from municipal development: civil society, business development, women's advancement in business. How has that worked in Kosovo? What are the key results you've seen? And you've come here before. Your last time was 2016. You may have seen the grantees then, and today, what has changed with your projects? So coming in, really what strikes is the dynamism in the country, so the energy which is there to do business, to
go on with one's life, with all the challenges that are also in the context. And this is not the situation specific to Kosovo. We are all looking what's happening in the world. So this is a big picture, but then there's always the question, what does that mean for my life? And to see here that everyone wants to say, I want to move ahead, this is great. Now, specifically to your question, as an organization, we say a society evolves when all actors play together in a good way, when they play each one their role. So this is the government at the central level, but also at the municipal level, the private sector, and civil society. So it's not the civil society can advance alone, or the private sector can advance alone, or even the government cannot advance alone. So it's the different perspectives that need to cross, and when that is in synergy, then you have the best results. I can make an example. If like a young person wants to choose a profession. So the first question is, how do you choose? Is that the inspiration from your family, your parents, or is that also from the system? Is there a guidance what you could choose as a profession? So that helps in the choice. Then is there a system which offers that type of training? So is there a system in Kosovo? Where do you see that system has developed to support business innovative ideas, a young person, to support maybe not having so many people leave my country for your country. And then with your taxpayers, their taxpayers' money, you develop in my country. So where have you seen the changes? So every country only develops by itself. Like international cooperation is only always a contribution. So changes that we have seen, for instance, in the program I, which is like really around youth employment, enhancing youth employment, also an initiative supported by the Swiss government. And there it's not so much about like what is now the vocational education system in Kosovo and does it work or not, but it's to a large extent also working with the companies and to say when someone is working in a company, what are the skills which would be helpful to progress further, or what could be a next step. So it's also like a bit a new approach, look at career advancement to say in the workforce where you are working, what can be hybrid training, so that we see that is very dynamic because it goes beyond the initiative of the individual, it's also the interest of the company. And when that comes together, it's also worthwhile to invest. So where exactly has Helvetas helped in that front, in training and empowering particularly women and young entrepreneurs? Exactly. So women, young entrepreneurs, that is a very important target group for us. Now, if we take the example of women, it's a bit strange to say, oh, there's a program focusing on the interests of women. Actually, it's not, because like women are not a minority group. It's like half of the population are men, half of the population are women. The question that we have in Kosovo today, the labor market integration, the participation of women in the workforce is relatively low. It's maybe 18%, surely below 20% in the European comparison. This is very, very low. And the question is not is it low or not, but does this correspond to the dreams of the young women and maybe also of their partners? So enabling opportunities to say, if you want to choose a profession, what are the choices that you have available? And here we see one side is the training offer, but the other side is also, if you're a young family, do you have the childcare infrastructure? Or is it then like you would like to work, but it's impossible to bring your child to a kindergarten or to another care facility? So reflecting on those types of mechanisms that need to be in place to enable choices, that is something which is close to our heart. We talked about women, young people, municipal governance, but you, Helvetas, is also working on diaspora links with Kosovo in itself. How are you doing in that front? What are your key projects in that field? So it's not specific projects that we have in that field, but it's just starting from a realization. When you see like people who emigrate by force or by choice, somehow they need to find like a new, they make their place in a new reality. So you need to battle a bit. Nobody waited for them. So that makes that they're really entrepreneurial, they're dynamic. And that is what we see in Switzerland, where almost a quarter of the Kosovar diaspora lives in Europe. So
They are very Not only in Europe, out of half of entire diaspora lives in Switzerland. Yeah. Almost. That is your figure. I would have thought 1/4, but maybe. Yeah. So what we see is they're very dynamic, and the young people, they really have aspirations. Also, many of them economically, they're doing well. Now, it's not just you emigrate and then you don't care about your home country. Almost everyone keeps close ties, family ties. Somehow these are also the roots, particularly second generation. They say, where am I coming from? My parents, we always visited, but what does that mean? So there's also an interest to better understand what's my home country. And then there comes the question, I learned so much. And I see, like during holidays or during visits, oh, this is also can be my reality. So how can we contribute? Some of those people, diaspora, they have been like successful in business, so they say, okay, how can we reinvest if you're coming back? And that is something where we see that there's an important entrepreneurial dynamic, not only to bring funds, but also to bring competences, experiences. And because there's a good understanding of Kosovo, it's much easier to be successful. Like for Swiss people who are dynamic and entrepreneurial, so why would they choose Kosovo? But if you have the family tie, then of course that enables that special relationship and maybe also different type of acceptance when you're doing business here. So that's a huge potential. And our impression is this is today still underexploited, and it's good to think about ways how can that be further nurtured. Finally, if you were to choose several success stories in Helveta's work in Western Balkans, not just in Kosovo, and 3 challenges and non-successful things that you are still battling with, what would those be? Would you share that with us? So maybe to start with the challenges. It's when you're in like societies in transition, we say we are building up a future, we are reflecting on what are next steps. There's always an element of change. So some are more open to change and say, yes, we want to go forward, and others say, no, it's actually quite good as it is. So there is a societal debate on what's the right way, and that's good. That's the very nature of democracy. And now opening those spaces for a productive discussion, I think that is always a challenge to say, okay, how can we listen to different voices? And that is what I love really about like the municipal level. That is, it's close to the people. It's the citizen engagement. It's where you can see how my country and how my immediate context is run. And there's where people want to engage. Because it feels close if a kindergarten is built with the municipal budget or a bridge. Oh, that's a choice that we can make together. So and maybe that's a success story, bringing people into their own planning processes, participatory planning on content, but also on budget. So where should we put the money? Having an open discussion on that. So that is a huge enabler for citizen engagement, and that people say, this is really also what is realized that belongs also to me. I'm a citizen of this municipality and I like what I see. And so this is creating cohesion, and it's also enabling a sort of other type of accountability. Because then when you have been part of the planning, you also, because it's close, then you see what's happening. And for instance, we have developed a tool together with the municipality, social audits, where the municipality is also sharing what did we do. And then people can say, oh yeah, we like it because that is what we discussed. Or they can also challenge, didn't we discuss something else? And that creates like a different type of transparency, which is the base to progress together. Finally, you are sitting in front of an installation which presents the Kosovo's biggest sign in decades of economic development. It's our mine. It's the minerals, lead and zinc from our mine coming from 1 kilometer underground, but also is a symbol of the hard work of miners that work in really poor conditions and this darkness from which this economic development has to come from. This material in the end up on our telephone, mobile phones, lead and zinc, car batteries. In many ways, I want to ask you, what is Helveta's philosophy in developing countries without causing damage to the environment, damage to the people, without people paying cost, labor cost that turns out to be
more damaging than the riches. So what is the philosophy of development? And I'm always looking at Swiss to having been able to become such a country that has not had to pay a price in its environment. Your countryside looks like a fairy tale, yet you haven't had to exploit and damage it to become a fairy tale. On the other hand, I'm coming from a country which spends so much money on asphalt, wants to build, it's full of, unfortunately, we are struggling with garbage. We do not yet have sewerage and water capacities. We have so much in common that our people migrate to Switzerland. But in Kosovo, when we talk about Switzerland and Swiss development, it's something unimaginable. Many people say here, you can't expect Kosovo to be like Switzerland whenever we talk about anything up to some standard. So how was the recipe, basically? How did you make it as a country? And is that developing philosophy behind Helvetas too? Let's not start in the past, let's start today. It's an area of climate change, and we all are aware that, environmental pollution is something that can be really difficult. So that awareness, I think that's the starting point where we say, hey, what are ways of doing business which are mindful of the environment and which is also mindful of our children and grandchildren? The way how we act today impacts future generations. So that is where we say, greening the economy, to use like a simple label. That is something very important. So each time to reflect, do we want to construct in concrete or in wood? And just this morning we visited the company. He's really working with like wooden frames. It's a cheap way to construct, but it looks fantastic. Seeing that, you say, I want to live there. I want to live in such a house. So they are in Kosovo? In Kosovo, yeah. You, a Swiss man, wants to live in a wooden house in Kosovo. Yeah, I mean, sure. just as an idea. In Switzerland, also many houses that traditionally are built from wood, and it's very nice to live inside. So, I mean, it's not to, there are different ways to have nice constructions, but what is important, always to ask the questions, the way how I'm shaping the environment through construction or the way how we're doing business, is that mindful of the environment? Now, what I also would want to say, the richness of a country can be contributed through by a mine or like the natural resources, but the true richness are the people. So the way how people are educated, how they integrate in the labor market, I think that is the key question. And while that professional education takes place and while like the link with the private sector is made, always to be mindful of what does that mean on the sustainability side. And I think that is a recipe to say, okay, no, we need to take a second look. And because you have been praising Switzerland, from my city, which is Zurich, I know the discussion, do we want to have another parking lot or do we want to take some asphalt away and green that part? So that is not everyone agrees. It's a political discussion, and that is also, I think, what is the opportunity, the way how we want to shape our societies. In a democracy, that's an open process. And again, at the municipal level, you say, how do I want my communal center to look like? What are the infrastructures we want? Is a park important, or do we want a parking lot? Both are necessary. How do you balance that? So that's the richness when you say, okay, the local government and the economy, they belong together, and how we shape it, it's the vision of the entrepreneurs, but it's also the individual professional choices of the people, and it's our local democracy, how we bind that together, and then have also that discussion at the national level. So all perspective together make for like maybe a sustainable future for a country. Mr. Langsfeld, it's been a pleasure to interview you here in Reporting House Museum. You are most welcome back. Thank you for all the work Helvetas has done in Kosovo. Thank you for having me.